përsëri siguria është pjesë kryesore e vëmendjes së gjeopolitikës së sotme. Çënsi ka vizita e shefit të NATO-s, por poça ta citoj taksativisht se çfarë ka thënë ai për Al Jazeera. Do ta kemi edhe një kronik nga ajo se çfarë ka deklaruar ai në Bosnjë atje. Po fakti do thotë dy vendet ai që po i viziton, fillimisht Bosnjën dhe Hercegovinën, cilët ju në hyrje veç i përmendën telashet që i ka ai shtet edhe mas sa vite pas përfundimit të luftës në vitin 1995 me marrëveshjen e Daytonit, dhe cila po sfidohet nga brenda më shumë se kur nga entiteti i Republikës Serbe, po ashtu edhe vizita që do ta ketë sot në Kosovë tregon se sipas këndvështrimeve të NATO-s, sipas këndvështrimeve të diplomacisë perëndimore, këto dy vende janë vatrat më të nxehta gjeopolitike në rajon, dhe që këto dy vende janë më të cënueshme në aspektin e sigurisë. Por ajo që unë do të shtoja, ai ka deklaruar që ka bashkëbiseduar edhe me presidentin Vučić dhe pritet mbase të ketë takime në Bruksel me të. Këto dy vende do të mbahen siguria e tyre në masë të madhe, se sa do të përkesohet apo jo, nuk është vetëm për shkak të krizave internale, por edhe çfarë roli do të luajë edhe vetë Serbia në këtë situatë. Do t'i nxitë ajo tensionet për shkak të ndikimit që ka në Republikën Srpske, se ka levën e madhe të pushtetit tek liderët politik të serbëve të Bosnjës, ashtu edhe në pjesën veriore, veçanërisht në pjesën veriore të Kosovës. Pra kjo shpreh shqetësimin e NATO-s që për të mos e lejuar të degenerojë situata e sigurisë në këto dy vende, që edhe nëse ndodh diçka, pra po them, nuk janë fajtore vetëm këto dy vende, por do të mbaret kryesisht çfarë roli do të mbajë Serbia, sepse edhe deklarimet e para 2 ditë të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio, kur i denonsoi veprimet dhe aktet e liderit të serbëve të Bosnjës Dodik, ai deklaroi që u bën thirrje edhe partnerëve rajonal që të angazhohen për ta mirëmbajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë një mision të tillë. Po do të thonë se sepse nëse analizojmë me mesazh direkt ndaj Serbisë për shkak të situatës mbase në cilën ndodhet edhe sot Serbia, regjimi Aleksandar Vučić, ai po i nështruhet një presionit të jashtëzakonshëm të protestave studentore popullore për shkak të pakënaqësisë që është akumuluar në shoqërinë serbe mbi mënyrën se si është menaxhuar deri më tani ajo shoqëri. Dhe tash unë kur jap gjykim politik, do thotë nuk kam fakte të drejtë për drejta që Serbia mund të tentojë ta eksportojë krizën e brendshme në vendet e tjera rajonale, por nëse diçka që ka ndodhur në të kaluarën nuk përjashtohet mundësia që mund të përsëritet edhe aktualisht, pra që të tentojë ekskluzivisht presidenti Vučić, nëse i përcjell dhe fjalimet, nëse fjalimet e Vučićit, fjalimet e kryetarës së parlamentit, gjatë gjithë kohës ata po bëjnë përpjekje që ta definojnë protestën studentore në Serbi si një lloj instrumenti politik që u shërben qëllimeve të shqiptarëve të Kosovës e tjerë. Pra, gjatë gjithë kohës ata si fajtor për atë që po ndodh, shërbimet e huaja dhe janë një lloj marionete e shqiptarëve të Kosovës, Albin Kurti, të tjerë, që është në sens logjik, sepse çdo njeri e dim që Albin Kurti as Kosova nuk e ka atë fuqi politike për ndikuar, për ta destabilizuar Serbinë nga brenda. Por kjo është një justifikim politik i cili mund të përkthehet edhe në veprime destruktive, veç ka ndodhur në të kaluarën, sepse ka ndodhur në fshatin Bajnë, ka ndodhur sulmi në infrastrukturën kritike, po ashtu në kanalin Iber Lepens, 2 sulme që e kanë cenuar tej mase sigurinë e Kosovës për masa me rrezik për shpërthim shumë të madh. Sidomos kjo sa i përket në Iber Lepens ka pasur potencial që të destabilizojë radikalisht nga brenda krejt shtetin e Kosovës, sepse ka qenë në pyetje infrastruktura e përgjithshme që e mirëmban shtetin e Kosovës nëpërmjet prodhimit të energjisë elektrike, ujit të pijes e tjera. Pra, sikur kjo të kishte pasur, kjo avari të kishte pasur pasoja fatale, atëherë situata do të ishte pa menaxhueshme në aspektin e brendshëm.